Heshtja para stuhis, në shtëpi kishte ditë që qarkullonte një heshtje e çuditshme. Jo ajo qetësia e zakonshme mes njerëzve që janë lodhur nga bisedat, por një heshtje që fshihet pas shikimeve, pas pauzave të gjata, pas fjalëve të mbetura në mes. Limi e ndjente çdo mëngjes që zgjohej. Ishte sikur ajri ishte bërë më i rëndë, sikur diçka po kërkonte të ndodhte. Dolce kishte qenë pranë tij për një kohë. Mjaftueshëm sa të krijohej një afërsi, mjaftueshëm sa të lindnin pritje. Por diçka kishte nisur të zbehej. Jo nga mungesa e respektit, por nga mungesa e qartësisë. Kur ndjenjat nuk thuhen me zë, ato ose rriten, ose shuhen, Alba, nga ana tjetër. Ishte bërë prani e vazhdueshme në mendjen e tij pa e kërkuar. Jo me fjalë të mëdha, jo me gjeste të tepruara. Ishte mënyra si ajo e shikonte drejt, pa e vënë në siklet. Mënyra si nuk kërkonte përgjigje, por prani. Dhe kjo, për Limin, ishte më e fortë se çdo ftesë i. Shikimet që nuk fshiheshin më në një pasdite të qetë, ndërsa dritat e sallonit përhapej butë, Alba u ul pak më larg, por jo aq sa të mos ndjehej. Ajo po lexonte diçka, por her pas here ngrinte syt. Limi e ndjeu. Nuk ishte rastësi. Ishte një lloj komunikimi i heshtur që nuk kishte nevojë për fjalë. Dolce e vuri re ndryshimin. Nuk bëri sken. Nuk foli. Por heshtja e saj ishte më e zhurmshme se çdo ankesë. Ajo e dinte se diçka po i rëshiste nga duart, jo sepse dikush po ja merrte, por sepse ndoshta ajo vetë nuk po e mbante më. Limi u gjend mes dy ndjenjave, përgjegjësisë për atë që kishte qenë dhe nevojës për të qenë i sinqert me veten. Ai nuk donte të lëndonte askën, por e kuptoi se vonesa po e bënte plagën më të thellë. Biseda që su shmang më, mbrëmja erdhi ngadalë. Disa banor u shpërndan. Dritat u ulën. Limi e gjeti veten duke ecur drejt oborrit, ku Alba qëndronte vetëm. Ai ndaloi një çast. Mendoi të kthehej. Por nuk u kthye, po rri këtu? E pyeti ai, me një zë që përpiqej të dukej i zakonshëm. Po, tha Alba. Është më qetë. Ata u ulën pranë, me një distancë të vogël që dukej e madhe. Heshtja nuk ishte e sikletshme. Ishte e sinqertë, ka kohë që po e ndjej këtë, tha ai më në fund. Dhe nuk dua të shtirem më. Alba nuk foli. Vetëm e dëgjoi. Ajo nuk e shtyu, nuk e drejtoi. Ja la fjalët të gjenin vetë rrugën, nuk dua të jemi pa drejt, vazhdoi ai. As me ty, as me askën. Alba u kthye nga ai. Sytë e saj ishin të qetë, por të thellë. Nuk kërkoj premtime, tha. Vetëm të vërtetën. Këto fjalë i dhan Liminit një qartësi të papritur. Ai e kuptoi se zgjedhja nuk ishte mes dy njerëzve. Ishte mes sinqeritetit dhe frikës, Largimi që duhej bërë më vonë atë mbrëmje. Limi e gjeti Dolcen në sallon. Biseda ishte e shkurtër, e qetë, e dhimbshme në heshtjen e saj. Nuk pati akuza. Vetëm pranime. Ndonjëherë, fundet më të vështira janë ato që ndodhin pa zhurmë. Dolce e mbajti veten. Ai e respektoi. U ndan pas skena, por me një ndjenjë humbjeje që kërkonte kohë. Puthja që vulosi zgjedhjen, kur Limi u kthye sërish në obor, Alba ishte ende aty. Ajo u ngrit ngadalë. Nuk pyeti. Nuk kërkoi shpjegime të gjata. E pa në sy dhe e kuptoi, ata u afruan pa ngull. Ishte një afrim i mbushur me gjithçka që ishte mbajtur brenda. Frymëmarrjet u bën më të thella. Koha u ngadalësua, puthja erdhi si një çlirim. Jo e shpejt. Jo e pasigurt. Ishte pasion i përmbajtur, i sinqert, i vendosur. Një puthje që nuk kërkonte të provonte asgjë, sepse e dinte çfarë ishte. Alba mbylli syt. Limi e ndjeu se për herë të parë nuk po ikte nga asgjë, kur u ndan pak, buzëqeshën lehtë. Nuk kishte eufori. Kishte qetësi. Ajo lloj qetësie që vjen kur zgjedhja është bërë, Pasojat dhe qetësia, ditët që pasuan nuk ishin të lehta. Shikime. Fjalë. Reagime. Por Limi dhe Alba qëndruan të qartë. Nuk u fshehen. Nuk u justifikuan. Ecnin krah për krah, me një respekt që nuk kërkonte shpjegim. Dolce gjeti hapësirën e saj për të marrë frymë. Dhimbja ishte aty, por edhe dinjiteti. Dhe kjo e bëri më të fortë.
kur e vërteta mjafton, nuk ishte një histori perfekte. Ishte e vërtetë. Me zgjedhje të vështira, me ndjenja që nuk u mohuan, me pasoja që u pranuan. Dhe ndonjëherë, kjo është forma më e ndershme e dashurisë, sepse ka çaste që nuk presin më, dhe kur vinë, kërkojnë guxim, jo për të puthur, por për të zgjedhur.